Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi shpesh kërkon ta pasqyroj veten si një politikan model që akuzat i ka të bazuara në fakte e prova, por po t'i bësh një analizë retorikës së tij politike, kupton se shumë prej akuzave të tij janë fjalë boshe dhe shpesh ofendime të rëndomta ndaj individëve të ndryshëm, përfshirë këtu edhe gratë politikane. Fjalimet e tij të lënë një shije të hidhur, duke të bërë të mendosh se demokrati i kauzave të mëdha opozitare thjesht urren gratë. Ndër vite, konfrontimet e Bardhit me gratë kanë qenë të shumta, të bëra edhe në sytë e publikut. Ai shpesh nuk ka kursyer as gratë me të cilat kanë ndarë të njëjtën tryezë partijake dhe kauza opozitare. Një ndër rastet është ai 17 janari 2024, ku Bardhi sulmoi Flutura Açkën, teksa kjo e fundit drejtonte Komisionin e Medias. E visit Suel Qenjës dhe bandën e Elbasan Flutura. E di shumë mirë ti e di shumë mirë. Ti e di shumë mirë me Fluturatën, që avokatës ke. Ti e di shumë mirë me Fluturatën, çfarë avokatës ke. Ti e di shumë mirë mëkatet e tua. Të nderuar koleg, të nderuar koleg, kjo është mbledhja e parë e sesionit të vitit 2024. Ju uroj një vit të mbar. Çdo kujt, ulu të drejtojmë bashkë, ulu të drejtojmë bashkë, hajde ulu, flasim bashkë. Mediat kanë raportuar edhe për plasje të tjera të Bardhit me gratë demokrate, për plasje që kanë ndodhur pas dyerve të mbyllura, në kohën që Bardhi ishte në krah të Lulzim Bashës dhe më pas vendosi të shkëputej prej tij dhe të kalonte sërish në krah të Sali Berishës, edhe pse u përbetua se një gjë e tillë nuk do të ndodhte. Një prej debateve të raportuara në 24 janar të 2024-s ishte mes tij dhe Albana Vokshit, kur kjo e fundit i kërkonte Bardhit që rithemelimi të kishte përfaqësi në Bruksel në takimin e Komitetit të Stabilizim Asocimit. Bardhi ka sulmuar edhe deputetet socialiste dhe një ndër to është Elisa Spiropali. Përmes një statusi në platformën sociale X, Bardhi ka thënë Spiropalit në 17 tetor të 2024-s se mosbindja civile nuk është i ulesh në gjunjë Pëllumb Gjokës. Na pas ka dhënë leksion nga burgu Pëllumb Gjoka përmes zyrës për shtyp të kuvendit se cili është kuptimi filozofik i mosbindjes civile. Mosbindja civile në kuptimin e pëllumbave në kuvend është që krimi organizuar të shpërfill ligjin dhe të mbretërojë në çdo institucion, por realisht mosbindja civile nuk është i ulesh në gjunjë Pëllumb Gjokës as krimi të organizuar, shkruante Bardhi aso kohe, ndërsa sulme të ngjashme ndaj Spiropalit i ka pasur edhe në kuvend. Eksaktësisht sepse ne jo thjesht mendojmë, por dhe veprojmë si europian, nuk bëjmë teatr me korrupsionin, nuk e luftojmë korrupsionin me pushk ujë apo me fjalë, por e kemi seriozisht çdo ditë pjesë të misionit dhe ushtrimit përgjegjësisë në ushtrim të funksionit. Tani me qenë se më pyete se kush jam, unë jam Gazmend Bardhi, zonja ministre, djali i Durimit dhe i Vjollcës. E kuptoj shumë mirë që zotrote do doje të ishe vajza e babait të Surrelit, po për fat keq nuk je shumë larg madje, janë ca tjera përpara teje, që kështu me qenë se përgjigjen e kësaj që nuk je vajza e babait të Surrelit e di, po të pyes mos je gjë motra e Olsit, je gjë motra e Arbenokës, je gjë motra adoptuar e Bajrave të Shkodrës, je gjë kunata e Pëllumb Gjokës, apo je gjë vajza e Mirel Mërtirit dhe Klodian Zotës. Gjeje përgjigjen kush je, sepse ndërkohë unë kam përgjigjen për secilën nga këto pyetje. Të shumta kanë qenë akuzat e Bardhit ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, akuza që kanë shkuar përtej postit të saj publik. Shpesh Bardhi në reagimet e tij përpos ofezave ka përdorur edhe foto duke nxjerrë në një kënd jo të denjë zyrtaren socialiste. Kujtojmë vetëm një nga shumë reagimet e Bardhit për Ballukun, atë të 7 tetorit, ku në një reagim në rrjetet sociale, Bardhi e cilëson Ballukun, një zare të krimit të organizuar dhe një person të pashkolluar. Një zare e pashoqe krimit të organizuar, Belinda Balluku është politikania e vetme që pa shkollë të mesme arrin majat si numri 2 i qeverisë, vetëm fal frikës dhe bashkëpunimit që ka Edi Rama ndaj krimit të organizuar. E siguroi fisin e bukur Belinda Balluku se krimet e saj nuk do mbeten kurrë pa u ndëshkuar, shkroi Bardhi aso kohe. Një tjetër reagim i ngjashëm është ai 3 maj të këtij viti,
po në rrjetet sociale, që nga shashtisur Bela Mafia nga fjalimi Sali Berishës në Fier, o Belinda po ti ke shashtisur një spak të tërë dhe na bën si e virgjën nga firma. Bela Mafia lëre zotin rahatësonte thirrë në ndim kur të vi radha për të zënë qelin në burgun e grave në Pojsk, ka thënë Bardhi. Ky fjalor i rëndomt i përdorur nga Bardhi është i shpesht, duke treguar shumë çka për karakterin e tij dhe qasjen e tij ndaj grave.